Ngrejmë ndërtesa teologjike në Shqipëri apo përtej? Për çfarë ngrejmë ato? Për të anulluar ligjin, karakterin e atit, për të anulluar urdhrimet e tij. Mos bato. Menjëherë sa po hyn ato ndërtesa, mos ne me ligjin nuk kemi ato janë kryqëzuar, ishin kryqëzuar. Kush ishte kryqëzuar çeftikata e vdekjes? Urdhërimet e njerëzve ishin traditat e etërve të tyre që janë kundra urdhrimet të atit, që Mesia adresojnë në Marku 7. Pa purazi. Ju keni anulluar ligjin e atit për traditat e etërve të tuaj, tha farisejve, saducejve. Ishte një bisede forte, ishte një përpjekje e forte në atë kohë për shkak të autoritetit që ata donin me patjetër ta mbanin, dhe kur erdhi Mesia i than ti me çfarë autoritet i bën këto gjëra që po bën? Kush ta ka dhënë autoritetin ty? Sepse ne, than farisin dhe saducejt, ne jemi autoriteti vetëm që Izraeli duhet të njohë. Dhe ky është e tërë dhe tërë ajo përplasje që patën me Johanan Gjon Pakzorin, që i thirri, tha ju, tha pjellën e perka, tha sjellni fruta të sinqerta të pendimit. Dhe shumë në Shqipëri, për atyre duhet të sjellin fruta të sinqerta pendimi. Pendimi nga çfarë, vëlla motër? Kur një ashtu quajtur pastor nuk dua çfarë është mëkati. Për çfarë do flasim? Do flasim filozofi të masandaj, normal, sepse kanë hyrë frymrat një njështare, të fallit, ke frymat e vdekjes dhe ke vdekjen frymërore.